Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, jemi sot në Begrac te Kaçanikut, do e pasqyrojmë dal nga dal për gjatë ditës së sotme. Juve ju lëm me pamje nga fshati e shifemi vetëm pas pak. Qëndroni me neve. Tash jemi afër shtepive të banorëve të këtij fshati. Kur e them shtepive, mundohemi me taku banor, me gjetë banor, me na tregu për fshatin. Përshëndetje! Si jeni? A jeni mirë? A ju pengoj me ju pyet diçka? Për fshatin ku me ju pyet një 3 pyetje? Si jeni? Dorontina, a je mirë? E pas ke zgjedh një vend kështu natyrë. Pak me pushu. Me pushu. Mirë jeni? Mirë kjo. Qysh po kaloni? Po na. Fshati Begrac. Begrac, po. Me që jeni maj më shumë, dini me na tregu për fshatin kështu? Po shka me tregu ti. E din që kur ekziston ky fshat? Ja, para sa vite mati? Po, mati, bo me pamgjysh. Po. Bo me pamgjysh. Aha. A ka vetëm vendali këtu apo dhe të ardhëm nga visë Nuk tjera? ka të armë të këtë janë vendali se moj me anumë që të vjetë. Sa banor munden me kam për afërsisht? Po e vëllaj nuk e di se banor se sa ka, për shpija një, për 1400 shpija. 400? Po. E ki fjallin ato pa dry, a bashk me dry? Vëllaj, këtë me dry e pa dry. Mërgata? Mërgata janë shkep shumica, shumë pak kanë betë. Pa kanë betë, Kanë betë një farë dhe orë tiri. Ma shumë të do plesh që do plaka dhe ku gjohesh këna me dhe shkorta. Ka një këtë të rritë këtë kanë shku. Ka kanë shku dhe rinja? Po kanë shku në Gjermani, në Zvitër, E pse është braktis fshati? në Austri. Po, pashtisë kujtë, jo nësë ato të rritë për lypin ma mirë më shku. E për shembull këto me dasht me jetu, me punu, nuk mundesh apo? Jo, mirë janë të kejtu. Po, s'ka A pas. ka hapësira punu se vend e pune, a ka këtu me dasht? Vëllaj, I pash disa markete unë në fillim fshatit ishin. po, ka diçka, po, këtë të rinia po ikin, pëgjojnë ma mire që po thujnë ma ketë për shku, që kam Po kanë dëshirë me provu diçka të ri? Po, së penal minatë. Po. Sa është ndërtu fshati Begrac? A ka Mirë. diçka që i mungon? A Jo. keni gjitha elementet që ju duhen për një jetë? Po, kanë ketë E mirë. keni shkollën? Ku është shkolla? Shkolla, të gjenatë shkolla. Po. Shkolla 8 vjeqare. Mirë, shkolla. Qendër mjekësisë familjare a keni? Apo lanë të Po. është që po, Apo smuhni ndonjëherë? të shkolla po e ka një shkojnë ka një shtu. Për qef. Ja, për qef, shkojnë po shkojnë. Po e them kështu në formë shakaje. Mirë, A njihni me gjithë banorët e fshatit? a njëhi? Po, a njihni me zveti? Po. Edhe që keni raportet? Mirë, Për çka njihni ju si banorët këtij fshati? njëmi mirë, nuk njëmi dishka keqë. A jeni mikprica, se kjo më intereson. Po, shkojmë në apritin vinë, për sa ka mund si një A ka fshatin do një histori që na nuk e dim? Vallaj nuk e di. Nuk i dim. Ja, se. A në gjalliri ka ke? Ja, i hapa. Gjalliri edhe mos me dit, Ja, nuk ja. është për që dim.
Isha I reve. A nuk t'ka tregu baba, gjyshja, diçka për historinë e fshatit? S'ka më tregu, s'po di. A e dini me më tregu që I ka mbet emri fshatit, Begraca, nga Begraca? vjen ky emër, po. Po nuk e di be, të I shkoni bek, të të rekamit Begraca, sa e vërtet, ku me ditë. Po dhe gojdena. Qartë, po, shka kanë spur plesht. Autobusin e pashtë që po kalonte. Po, Është autobusi? autobusi vjen, Mhm. ka të herën ditë, për frezaj për viti këtu. Dhe për kaqen e ka gjenar në olet të shkolla. Komuna sa ka punu për fshatin? Komuna I ka shtu që të për... I pasit kështë të kepta, të harnume dë rrugica. Këtu e kanë bashti kanalizimin e kanë shtinë. Mhm. Mirë, e kanë rregullu ham pjesa jone, ham pjesa jone, e kanë shtinë kanalizimin këtë. Ja, E këtë ku jemi ullë qashtë kë? Tu ujë është. Uj. Po, Pas kanë mush me mbetorina, mashallah, I Uj, kohë. Hajde unë ditë fakosit të që t'ja mbetorina, pse kështë? Ujësirësi. Pse kështë I kini gju mbetorinat? Kujtë në bëj kanë qitë. I kanë qitë fëmija. Fëmije I kanë qitë se të pleshtë. Nuk I qesin. Ja, janë. E kuptushme është. Edhe munden me I hedhë kalimtartë në Po, I rrugës. ai kush Po. Me që paska qarkullim bukur të madh. mirë është, e ka mirë, vendin e ka mirë, hapësirë është, ka gjithë. Tokat apo punuan, ne jemi të I po një pjesë bukur të madhe të tokave. Jo, nuk jenë të punu për të. Çfarë po mi e Po bukur. s'ka gjenë kush me punu, unë s'muj me punu. Jo. Ai qetës më, ato të rinja kanë ikë në... Disa në për puna, Disa në po punë kanë qërë pjerë është të lynë që se par punë. Pleshtë mos të vigjanë. po. Kështu shtëpi të bukura me atë sa po shohum, se cili Mire. më të mirë se tjetrën. A ka familje që nuk I ka kushtet e mira në këtë Vëllai, fshat? nuk e di fort që si ka, I kanë shumë njësa I kanë. Mirë I kanë, me shpija, me ketë, me ullë, me asfalt, me ketë, shka. Po ju jeni punëtor shumë edhe qysh mos mi pas shtëpit e Po, bukura. po. Shka me, sa ka më cilë jetë për natë. Unë ju dëshiroj shëndet, e falemnderit për kohën. Ka Ishte lëshë knatësi, mirë, mirë po afshim. A ka shumë shtëpi në qatë rrugicën a nej? Ka, ka. Hajtë po shkoj po boj bajram pak. Qysh s'ka, unë e nisi bajramin heret. E falenderoj banurin I cili na I dha ca informacione lidhur me fshatin, sa bukur shportat e mbetorinave, por që nuk ish dasht, a I ka peondi ma herët, falemderit, nuk ish dasht me I hedhë mbetorinat aty në atë bonarin. Gjithsesi rrugët janë shumë të pastërta, me thonë mungojnë trotuar, qysh me thonë. Mos me thonë, jeni të e po pra, trotuar nuk ka, kjo pjesa është fush, do shta dikush edhe nuk dënë mëre, mja jep pjesën e tokës që me shtru trotuar, a e kam keq? Mire kam. Sa shtëpit e bukura, në fakt kjo komunë fshatrat I ka gjitha të rrethuara me malje, pra edhe ky fshat është I rrethuar gjithandej me malje, me pamje piktoreske. Fshatrat e ka një pamje shumë të bukur në këtë komunë. Sa herët që kemi ardhur, jo edhe aq shpesh nuk na ka ra, por me aq pak jemi kënaq, si me fshat e po ashtu edhe me banorët. Çdo herë kemi gjetë mikpritje, po shpresojmë që edhe sot me I taku personat e duhun që dinë me na tregu për fshatin, me na dhonë informacione të sakta. Rrugën kryesore të fshatit, në rrugicën që ishëm, nuk ishte bereqet, nuk takuam as edhe një banor, pa provojmë deri në fund të ditës, edhe në fund të fshatit, se ka jem banorët. Pra vetëm një banor na ka tregu për fshatin, edhe ky fshat është I braktisur,
ka dole mëre, apo shenë se ka levizje kënej të ke mësorve fëmit sa grima, këtë dytë shënur. Jem të e pa një market, ishte edhe një market atje kritë në fillim, pra fshati me duhet atë ceku është me një shtrirje bukur të madhe. Unë ambar! Si jeni? A jeni mirë? Ka me ardhë? Apo norme të ndimu në kip? I kryte? Nuk ka katën që të kom përzitë. Nuk ka katën e këne? Ja. Ti edhe i dëm pyqet çfarë i bëj. I di, Jem valla, vështirë kështë. tani. Unë nuk bëj pyqet vështira. A dëni mësafir shtëpia modhe? Përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? si Dorotina, mirë faleminderit. Begjet Luza. Më vjen mirë. Mirë jeni me familje me shëndet? Shpo kaloni? Mirë, mirë, në përgjithësi mirë. Kemi dalë sot në fshatin Begrac. Begrac, po. Cili televizionin e? Jemi katuni jem me emisionin, katuni jem, po i vizitojmë kështë katune gjithandej Kosovës. Qysh na e përkufizon fshatin Begrac, për çka njihet, si është si fshat? Shto, si fshat, është marrë zakonisht për para me blegtori, do me thonë me bujqësi, po tash tani ma vonë kanë dalë në gorbet, mund që kanë dalë generatat e hershme. Po pjesa e mbetur e banorëve nuk vazhdojnë me u marrë me blegtori? Pjesa mirën, po jo së kur janë marrë për para, po. Tash mirën me, ka firma ndryshme, ndërshmëtaris, ka Biznese bizneset për ndryshme, private, po. Dini më tregu për afërsisht sa është numri banorëve rezident që janë tash në fshat? Dikun janë 750 shtëpi, kështu në Begrac, bëhet prej 9 lagjeve, se di sa i keni parasysh. 2 lagje janë që të mrapa, nuk shifën. Ka ata që janë, po tash, nuk kanë dalë, po jo se në fshatë atyre, po kanë dalë në kurbet, po Nuk është braktis më të madhe. nuk është praktis me të madhe. Cila është lagja ma e ndërtume, ma e mirë, ma e banuar? Ma e banuar është kjo lagja e Harunëve, i thojmë ne. Heron Edhe një? e Harunëve. Harunëve, që të më Harunëve, thonë kjo? Qashtu i ka me të lagja, Harunëve, se këta janë më të vjetrit në fshat, që të Harunët edhe jahajt janë ata. Pastaj lagje tjera janë përgjithësi tartë. Po janë para 200-300 viteve, dhe mund po. Fshati është shumë piktëresk. Po. E ka një pamje shumë të bukur. Kështu keni ndërtu diçka brenda fshatit? Është shkolla, që është e ndërtune, dhe mund tjetër s'ka. Gjamia, Qendra mjekësisë familjare e keni, po? është qysh para luftës, është. Po dhe mund herë funksionon, herë nuk funksionon, në bas në mëngjes mjekve. është të të afër shkollës, nuk i dhja keni pa. Jo, ende s'kemi arrit atje. Ne. Si janë raportet mes juve këto në fshat? Sa jeni për njëri tjetrin? Janë të mira, në përgjithësi janë kështu. Nga tresa s'ka, a? Ka pas po herët, jo tash nuk ka. Tash ju, ka ndryshu. Jo, janë kalojnë mirë, në përgjithësi fshati dhe më është i bashkuar, nuk ka pa. E me dasht me u martu, a bëhen martesat mes vete kështu? Nuk janë bo, ka një rast që u kanë bo këtu, edhe pse janë të ardhen. Dhe me thonë, por nuk janë bo, përgjithësi dhe me thonë, Vetë se me mujt bën me u martu. banë se nuk janë gjak. Shembull, na jemi të ardhen prej Luzhit, Baramcurit. Luzha dhe më që të njërët e pjesa, po është para 170 viteve, kohën e Turkisë. Ata normalisht janë prej Batushin Luzh, për Luzhi këtu. Po tash tjerë janë prej Mramorit një pjesë, ka pjesë. Ndryshme të mund, por nuk zakonisht kanë shku në bas fisit. Fisi i Gash janë, aty për para dhe më në kanë një ku është fisi i Gash, aty është janë vendosë. Po. Për çka veçohen banorët e fshatit? Jeni mik pritca kështë? Janë mikë prica, po. Vazhdoni me i E rujt vazhdoj mende, traditat? E tash me ja bo një pyetje në përgjithësi kështë, sa po arrim me i përcjell traditat tek brezat e ri? Qa me ndonë? Edhe Janë harru pak, nuk janë të përcjell mirë, po
krahasim me që i shoh do pjesë tjera prapë mirë është. Unë edhe Brezi i ri, unë është i afërt, është edhe tasha mirë ndaj vendit, ndaj. Por nëse nuk i ruajmë traditat, mundemi me u zhduk si popull. Tash që shpo shifët, me thonë këto kushtet e reja janë kanaqojnë drejt qasaj të zhdukjes si këmp. Po, na tash do të me rujt komi se ne jemi këmp shqiptar. Po tash e ke bo disa thonë një Kosovar, jo, është tjetër sen do më rajoni, si rajon, po. Si këmp na do të me rujt traditat tona shqiptare. Edhe mikpritin që e kemi pas, dhe mund e kanë pas lakmi gjithë. Ke parasysh, unë shkoj vizitoj se në gjitha viset shqiptare kam njerëz, kam të afër, çështë kam pas veprimtarin që nuk ka skaj të rrë shqiptare që s'kam shokë e miq. Po. Edhe e ke pa me një sy pak më ndryshme që ju ka ra një lëvizje me Po, pak ka ra, domethënë, krahasim qysh se unë ka ra me lëviz para lufte, gjatë lufte, shembull. Kam qenë vetë i 10, i 15, ndoshta, kur kam shku në një fshat atje në mes Kukësit edhe Peshkopis, të ardhni ose kam shku. I lodhën i raskapit, kemi më rrinë 12 natës, na kanë prit, na kanë shtru bukë me hongër, me pi. Ju kanë bo konak? Po, edhe robet, mëngjes i kemi pas lanet e korosat e kryet. Ndërsa sot janë pak ma, ende janë më ndryshe. Kjo pra na ka veçu neve si popull. Unë ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit E që çdo na të mirë. hapë të shtëpisë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Miru pofshim, faleminderit shumë. Hajde miqtemi, po e vazhdojmë pjesën drejt fshatit, pjesën e mbetur. Kemi shumë punë për të bërë, a e ke qitë kapulutën, a? Kanë fillu careshjet e em tashiu. Kanë fillu careshjet e em tashiu, po shpresoj që nuk ka me na ndalë në gjysmë xhirimet, por që po nxituajmë kështu, a? Po mundohemi me i marrë veçoritë e këtij fshati, kur them veçoritë, e kam fjalën për pikat kryesore sa i përket këtij fshati, në mënyrë që me i njoftu gjithë publikun me këtë fshat, plus një fshat. O qend, pritëm se qëtash po vi, pritëm zemër se po vi. Me i shku drejt e ngoj. Marketin e thash, po. Momentalisht shkem të po, janë shtëpit, më duhet me cek infrastrukturën, si që edhe po e shifni vetë, ka plasaritje, nuk është në rregull asfalti, jeni të e po, edhe ma herët i thash banurit që pas ka kështu kepje. Urdhna? Faleminderit shumë, po vazhdojmë. Ani ka të kthehemi, a je kësajde? Apo të pjetë nejsen? Qa po dënë? Hajtë bina qka dushi të, sa mos me ta këthy. Pra në këtë fshat infrastrukturën jini të e po edhe ju vetë. Komuna Kaçanikut apel. Hajde një shikojni rrugët cilat janë në fshatin Begrac. Përveç kësaj edhe trotuarët nuk janë në nivel. Shifeni pro. Po me të flasin vetë, nuk po m'pëlqen. Se me m'pëlqy e thëmë. Por që duhet investime, duhet me ardhë me bon riparime, rregullime e gjithë shka tjetër, vetëm në të mirë të fshatit. E kem një rrugic, në fakt rrugë, se jemi në rrugën kryesor tamam të fshatit, e kem përpjet, dielli sa po na lindi, kështu do të me thonë se me thonë, sa po doli, nuk po dashke me thonë kështu i shkeq. Sa shtëpi e bukur kjo është shumë e lezetshme, sigurisht e mërgjimtarit, se e ka 2. Për ato se kisha fjallin, vetëm për këto një katëshe. Edhe ajo e bukur, po gjitha janë të bukura. Bari, sa nuk pas ka kalu. Përshëndetje!
Bari sa nuk pas ka kalu në pjesën e trotuarit. Çka për shembull më ndal muna i gjarpën këtu, pse nuk vinë me i pastru, me i hek këtë pjesën e barit. Vlen të ceket, rrugët janë shumë të pastërta sa i përket mirëmbajtjes. I ka marrë ca informacionin një banor i cili nuk deshi të prononcoj para kamerës, më tregoi që është në menaxhimin e komunës. Para lufte e kanë pagu dikon kështu privat, por që tash është në menaxhimin e komunës. Kjo po m'pëlqen. Ju lumt komuna për mirëmbajtjen që e pasket në fshatin Begronc. Këtu lula tulipan. Dikosh apo ndëgjuat ç'të? Përshëndetje! O, mos e qëtë kryt! Më shefe pula kryt se po vi me t'lyp. Ondi po qesh. A keni lujt edhe ju kështu më shef tas kur një konë të vogël, më shefe pula kryt se po vi me t'lyp. Puna mbar! Si jeni? Ka e keni hyrjen se po du me ju përshëndet? Ashtë largë? Në rregull. Po me ardhë në Kaçanik edhe me thonë jo, është e pamundur. Të paktën mua personalisht nuk më ka ndodhe, për tjerat nuk di. Unë flas veç për veti. E kam një shprehi shumë të mirë, veç me punë të mia mirë. Edhe kështu me krejt Kosovës, po. A në one që s'lon njëri pa folë në Kosovë. E me veç me punë të mia. A që? Hajde bismillah. More, muri, sa shtepi e bukur o bërri bukur, mos e kemi hyrë dikuj tjetër. Që ata djemë që atje poshtë, po ma përmenin emrin, po masi, a mbyllë dirën? Masi janë vetëm punëtor, mos kom bërë naj qenë qëtë, nuk shkuam. Shefeni se sa bukur shtepia, o borri, pas tërti, i pas ka dhe ca zogë, za të voglja. A jemi të sigur që jemi hybre mirë? A ju mardhë mirë? A u vënova? Thote e këtë më prita dhe me hastrat. Jo me prish, vetëm me hap dirën. Kemi dalë me ju pyet për fshatin diçka. Po, si jeni ndërum, Dorontina, a i mirë? Mirë faleminderit, ju se ne? Mirë faleminderit, a i një lodhë? Vallai ka pak po. Valla, po ju gjeta më punë. Qa po punëni, qa po prashetni? Do kompira edhe kejp kështë të vërështë. Po, shumë mirë. Punohen tokat në këtë fshat? Po, punohen, po. Ja punohen mirë. Të thotë nuk e keni lanë anash bujqësina? Vallai, po që shkon për para jo, veç tash... Nuk është keq. Nuk o keq, po. Po, Në ka krahasur. prej familjeve që mbohen vetëm nga punimi i tokave, këtë fshat? Po, ka, po. Që s'ka asë një të ardhëm, kërka veç nga Veç me punimi, bujqësi. po, feks. Po, po, ka. Ka. Kështu në përgjithësi gjithë fshati po shifet nga këtë ku jemi, e ka një pamje shumë të bukur, shtëpit e bukura secili. Po. Si keni arrit me i ndërtu? Po, Pa që- paret jashtit, a? Ja, unë për veti qëto ku jam, kum pas babën në Gjermani, edhe vllavin. Dhe me thonë, unë pe i babës edhe pe vllavit. Hajde shkojmë punojmë bashkë se s'po mbrijet me një vend. Po, Edhe bisedojmë, edhe punojmë, ma shembile hojrën diçka se unë kuona është kështu po ta marrë. Edhe kështu Qa bile shtas? bojmë diçka, na i punë. qëto dë në jenë. Po hajde vazhdo. Për ndryshe është shtëpia juve kjo edhe u borri? Po, Ju lumt, shumë bukur. Jeni shembull shumë i mirë. Vazhdoni. hajde. Faleminderit. Jeni një shembull Po, shumë i po, mirë. Se aromë të kalëzur që Pak, është a e kom grith? Jo se posh. Po prime. thash mos nuk për mri se e vogël, i mësu kështë së këshyri. Po ja që më shplok mi kofi. Vëllaj, s'um tek më të regu që është e nalt, po ne se Në mo. sy të mbolli kam, s'ki faj. Jo, sy të ball, po është puna që do të më të reguën, se edhe vetë ka një këtë ve, Po, harrej që kanë të ili nalt. fiks. Po. Shati është i banuar. Fati kjo mbet është njerëz. Begras, Po, kanë met, po
Janë shpërnguar për pak, Jo shumë, a? jo shumë. Do Sa kanë mirë. për i zaj, do... E qështu. Mërgota? Mërgata kemi shumë. Kemi shumë. Mërgot. Mërgat kemi. Nuk kanë emigru kështë mas shumë të cila vite po më intereson, apo me njëherë pas luftës? Ma shumë vitin 91, 91, e deri 99, më dhe me thonë, Pjesa më e madhe. pjesa me ma. Më falë se qëto syza se s'basha mirë, Po. po më pengën drita, po. Do thëtë pjesa më e madhe e emigrimit është bërë për gjatë atyre viteve. Mas luftës jo shumë. Edhe mas luftës, po, si në mos qatë kohën viteve të 90, 91, 92, në atë kohë ma shumë ka pasë. Kanë qenë periudha më të vështira, Po, po ma shtire dihet. ka, po, po, A se ka, me. po, a ka prej atyre që janë kthy? A e njeh ndonjë familje në këtë fshat që është kthy? Jo, jo. Po kush është shku në kthehet, a? Nuk e di që u këthy dikush shpej që ka shkuën e u këthyën. Që kjo shpi që këtu lyën, kjo ka u konë pak në Francë, Po. po kjo ka këthy se ka po që agje s'ka pasën, nuk ka pasën punë ma shumë se këto në Kosovë. Po. Që që kjo. Kjo e ku e paskem? Ndërë të shpisë, Ama që është kjo, kthy. kjo është punëtor, kjo ka firmë drejte, Po, po. vetëm kjo lyë. Molera, fasadera, qa i bjen. Qëta, po, po. Si janë raportet mes banorëve? A njini me gjithë? Në fakt, fshati ishte i përben prej 9 lagjeve, a? Nëse se më gabim, kështu më thanë. Po, A qashtë. njini me krej këta banorë, gjitha këtyne Po, lagjeve? nimi, po, qështë. A janë raportet e mira? Shumë të A mira. ngucin erë kështë mes vete? Ja, korreq. Sigurt? Beso. O, ti nëzirë në Beso, kjo është me vaj. dona, veç pak me më të Pasha zotin, shumë mire që vëmë. Beso. Po Beso shumë njerëzit në Kaçanik janë shumë dashtëm edhe mikprica. Po, Edhe me më thona po. kope me reje me unë zbesoj. mirë. Për aqë sa më karo me i njoft. Ja, Jeni ja. shumë dashtëm. Interesant është komune Kaçanike, sidomos Kaçanik. Ma mikprica në ndokën Kosovë nuk ka. Nashta pak po do jeva ja afrohet. Veç s'ko komune Kaçaniket. Po Kaçanike, ma mikprica nuk ka. Kaçaniko, një me ju pyt, a i ro pika, alo? Ja, si bjekor, diçka me që thosë. Se që so e kom kështu pik pytjen, mendja thua ju ka ro pika. Qështë ka me të nuk e di, Pse kam vjet një me kje? nuk e di. Nuk e di, përves nuk e di. Në fakt, kështu është Kaçaniko t'i rov pika, nuk e di se çka është frika. Po. Do më thoma përbora i bje pika se që e din çka është frika. Qaq trima jeni ju. Trima, gjithmonë ka qenë. Keni Gjithmonë. kontribu Po, për po, vendin, po, sigurisht. po, po. Ka këtë fshat ka ndonjë dëshmor ose po? Po, ka. Ka. Që e kanë dhënë jetën për liri, Po, ka? po. A ka qenë si fshati i dëmtum gjatë luftës? Jo, interesant, jo, s'ka pas të, nuk ka në hien, që më thonë, Në shkijet. Po, po, Jo. Që këtë pjesën për zonë Komoglau, një Vërban, po. a to ku janë konë kënik në rrugës Begrasës, në tani e konë në Sërbë. Po tash nuk ka shtëpia, kanë blej keti, kanë blej tokat. Aty kanë pozicionu tenka Sërbëve, Po. po të nas kanë. Ani pse edhe këtu është pozita shumë e përshtatshme për pozicionim, Po, por të që kemi pasur pasi që pas këne kemi fatit. pasur në maqë të Po, naltë. po, po. Kanë pasur në bazën aty. Mhm. Po nuk e di, a lanë mas mbrami, a shka bo, nuk e di veç, tu nuk ka një kam shkave. Shëqër Zotit. Po. Kaçaniko, banorët, për çka njihen? Vazhdoni me i rujt traditat adetet? Po, sigurisht, A mendon që pak janë zbe? jo, nuk janë zbej. Unë mendoj Unë që sa ka shoh. shumë, po, ka shumë familje që i mbojnë shumë traditat, për atë sa po mbje me i vizitu. Po. Ka shumë. Mhm. Në këtë fshat, a martohni me zvete? Jo. Ja smartohme. Me që qemi na gash, ka ma shumë, ta na ka luzha, dhe sa pjesën ato në është luzha. Këne janë gash, mirë po, deri sa jo. Çka ju duhet me pas brenda fshatit? Çka ju mungon? Çka nuk shkon? I keni elementet bazike të fillu me energji elektrike, ujë sjellës, rrjet kanalizimi, i keni gjitha këto, nuk Keti. keni problem? Keti, S'keni problem heq. kur një fa Ujnë probleme. e keni shumë të ftoftë. Ujë ftofte, ujën e kemi ujësjelsin, edhe kanalizimin e keti kemi, shkollën e kemi, ambulantën e kemi. Përveç infrastrukturës,
Asfalti nuk ishte nivel, kishte shumë qarje, plasaritje. Po. Kjo është runë 2003 në 2004 më zgaboshe. Mirë po tash u dopsu se ka edhe trafik ka shumë. Fiks. Se Gjatë gjithë kohës ka Ona lëvizje. gila unë të vitinje së të pana shkojnë për me dana të stradë. Vinë edhe me pesha trona. Me pesha trona, po. Autobusa, shlepera, ketë. Apo i përveshën punës, se ta hupa ditën. Jo, mëre, jo, s'o problem, të rrinjën e po. Hajtë, ku ke mbet, a qysh do të mja... Ku ke mbet? Hajtë, vazhda. Pasha, zotit e me nëzirë ditën. Qysh e nëzirë raune me intervist? Ska, që të dët? Interesi, intersjalt. Të janë ki, shë. Po, ta është që të ofër do të mja po shëri qështë, a? Me prashit. Po pëse që a i bjen me qaporish? A i bjen si... O pak ma nëryshe se njëri të gati, po. Apo? Po, Me prashit, anite? me prashit. Mu isha mja. Që të porë mja hekën. Ja borin për ta loty, se po për ta i mu gërmys. Ajde. Ajde, ta këshyrë me tash. Je, mirë është. Ja, mirë të shkuën. Po, Të pas kam bo kjetë për mashallah, po, a keni fillu në një me hungër? jo, halau. Shëtreja që Jo, jetoj. halau. A kem bjell diçka, veç patate dhe... Po mjellën, me thonën, gjuhën Shqipe, misër edhe gronë. Kalamaq. Në të lën pjesë i ki? Që to kam, i kam këto pjesë janë ndaune, një pjesë që a gje, një që ka, këtë janë pjesë ndaune, sopa. A, kanë divu t'i kush apo vetë? Ja, vetë, Këtë ketë, vetë apo javi? ketë vetë, Edhe kënjë nga një. ketë. Me nëjë pun tjetër a mirë? Po, punën në bon stil, Po, a? Po. Dhe në arri? Po. Po, deri tash ko mujtën me arritën. E lashës, po të ishe me më tho bëllë mo. Ja, Ja, s'to dhim ta heq shpret kur po më thu bëllë mo, lese që unë e bëje. unë Po menova ata vojmë që... pak hajgore. Jo, për di që a i gaurë të bëmë, se është puna që këto për me do të pak edhe me zanat shkanë. Po jo, në vrejna që s'ka. Po dhe, po shiesh, po. Unë në ato teme, në dy thash hajt, diçka të ndimoj. Ja, mirë. Ju falenderoj shumë për kohën. Ja, po për Na një pikën bëni e kafe. Veç një gotë ujtë ftohtë. Ani sa shtë njëm aty, na borë edhe na i kafe, na i... Fshati është bukur i madh, na ka mbetë edhe një pjesë e madhe kështu me përfundu fshatin. Po, Nuk e di sakt se ku përfundet. Mos jemi të shkel jo, në mirë, Kollomaq. që më stani, se shumë mirë je. Veç Edhe vazhdo më drejt, shkej, s'është problem. Se është hala i Po vogël. në ku të shkeli bereqet. Po, Ka të shkoj e lëlzojën. dalë një qikna tash. Dalë një qikna se... Një familje super fantastike, mi ju tregu që prapa ka mirë s'kom hongër edhe baklov, qysh mi tregu, po ju tregova. Bajrami, unë ju thash, po shkoj me bo bajram, valloj e me që mi jem, fort i di sen ata, di qysh mi kop qëtu farë, e kam një parandjen, me të vërtet kemi hongër baklov, por që hajt thash pëllak mëni se që të med. Faleminderit familjes, një familje shumë e mirë, aty u bashkan gjetën edhe familjarët e tjerë, por që qëndrum për pak qaste tash po vazhdojmë fshatin, nuk e di se kur do me jardë fundi, atë që madhë që është, jemi pranë
është shkolla ju? Afër. Afër këtë më duket është shkolla. Ishte edhe shenja. Kujdes, shkolla. Sa pamjet e bukur që ka fshati nga kjo pjesa ku ndodhemi, po besoj që tashme jeni të e po, është një fshat piktoresk, me të vërtet i rrethuar me natyrë të bukur, gjelbrim gjithandej, ajri i pastër, por mbi të gjitha njerëzit janë shumë mikprica, edhe dashtën, po shefe një bukurime si, hajto ndi kamerën kështë përpjet, hopa, ju lumt. Apo mund është me mri, ato më të ndimu. Mirë është. Shenja tjetër e komunikacionit është rruga me gunga. Kja je kështë. Mirë po që ndrejsha. Sa tash më si kom harru. Që kjo shkolla? Edhe një tjetër shenjë e komunikacionit që na tregon për se shkolla është afër dhe tashme jemi të e po një objekt bukur i madh që nga edhe po duket i ri, ne po afrohemi gjithsesi, po marrëm pamje, palestra gjithsesi sa e bukur që është objekti, llogaritë se si është mrena. Perfekt. Gjëna me i tha fshat, si me konë qytet. Këtë me dalë natyrë me shetit, të kënaqet zemra. Si me bo fitness. Afruam pranë shkollës, është shkolla fillore 7 shtatori Begrac. Është një shkollë interesante me ndërtim, shefeni, po m'pëlqen edhe pjesa e uborit që e paskan kështu me lule, nuk paskan pa në ndonjë fshat, kësi obori. Përshëndetje miqtë mi, ishte një zonjë, pa e përshëndet edhe njëherë kur të shen emisionin edhe një tjetër atje të punu, ana folë mëre. Se sa bukur është nga këtu që po e shë, po besoj që ondi tashme i ka në fokus e gjithë pamjet e fshatit, edhe jemi shumë afër objektit të xhamis. Përshëndetje. Edhe një tjetër market, Miljoti. Jemi me shemi pran ambulancës së mjekësisë familjare këtu në Begrac. Si që nga të regoj edhe vetë banuri, nuk është gjithmonë funksionale, pra kështu kohë me kosht në funksion, për arsyet mungesës se ekipit mjekësor. Këtu janë informacionet e tjera veç i ndëgjut që në këtë fshat janë afër 700 shtëpi ndërtimi, por jo gjitha të banuara, por në përgjithësi fshati nuk është braktis. Të e marrë parasysh, emigrimi si është bërë në fshatrat e tjera, po pse kam pas arsye dhe ata pak banur me braktis, këtë fshat ka gjithë bukur, këtë në natyrë, edhe me dashtu me punu, me gjallnu, munden për shkak se ka shumë hapësirat mdoja. Kur e tham hapësira e kam fjallën për fusha me qilbër, diçka me punu me gjallnu, por edhe bujqësia nuk është lënë anash. Në fakt, para luftën në këtë fshat, janë marrë shumë me blekturi, është praktiku blekturia me të madhe, por që sot ma pak. Edhe një tjetër market, edhe kështu se di se ku e ka fundin, qka ashtu ma të roqë që syrin janë. Po shtyllat elektrike janë tërësisht të vjetra, gjithandej fshatit, ndriqimin e paskan, po kalojmë në lagjen Johaj, për cilën ju kam folë
që nga fillimi, e kam fjallën për pamjen e bukur, është po kjo në lagjen johaj. Po shkojmë kështë drejt, edhe nëse nuk e takojmë ndonjë banor, të paktën po i morëm pamjet e bukura që i ka kjo pjesë e fshatit. E kemi xhamin, jeni tu e po tashmë në fokus e ka andi, një objekt shumë i bukur. Në anën tjetër, punime si për parku, këndi i lodrave për fëmijë. Sa bukur pas kam fillu me rregullu. Nëse cilin fshat duhet me qenë të paktën një kënd i lodrave, është fjala nëse në fshat ka fëmijë, kuptohet. Është një pjesë shumë e bukur, këtu po m'pëlqen infrastruktura. Shefeni asfalti është perfekt, edhe në anën tjetër përgatitjet janë bë për trotuar, jo lumt, por që i duhet i tërë fshatit me pas trotuar e infrastrukturën asfaltin në nivel. Por, si që më tregoj banori, që nga viti 2003 janë shtru rrugë dhe janë bë bukur ca vite. Të e marrë parasysh se ka dhe lëvizje bukur të madhe për gjatë gjithë kohës. Në anën tjetër këtu, çka thu, cilat janë planet, nuk e dim, por që po shifet se është punu, edhe diçka ka me ndërtu. Ndoshta park. Urojmë dhe shpresojmë, po supozoj, nuk e kam informacion të sakt. Prapa i kemi lanë varrezat e fshatit, ne po vazhdojmë tutje me qëndru në fshatin Begrac. Padyshim natyra e bukur ku tjetër përveç në komunën e Kaçanikut, por e kam një pikpyetje pse kanë lënë këtë lloj kështu mi aprish bukurinë natyrës. Shpërndajeni, përdorni për diçka. Largoni nga këto, arrafshetnia, se ndoshta nuk po ja qëlloj fiks se për çka shërben, por të paktën me e hek. Komuna duhet ma shpesh me vizita, me ardhë në këtë fshat. Kur e them kështu, nuk e them koti, nuk e them për havoje, por janë ca pa rregullsi që unë po i shoh brenda fshatit, si për shembull, ja. Edhe në një tjetër lagje, është si është asfalti. Përveç kësaj edhe trotuari, veç ka fillu me prishje, jem të ndëgju një ferm kështu cjopa, dele, na këna qenë krejt, hajde mos po e takojmë dike, edhe një tjetër market, por që është i mbyllur. O, erdha ka dole, bre. A janë orita, pësa po bojnë kështu? Lipin delet. Këtë po mduket në këtë lagje mirën, në këtë lagje po mduket që kemi fermer. Ku me trokice? Po, edhe me thirrë i zoti shpis nuk dalloj kur gjo për që ty në dilë. Nuk kom përgjigje të kërkosh. O, jam të kërku qërshia, njerët, qërshia. Se po mi bojnë, ja, i kom lon, ja, ta është është koha qërshia, po më shkrujnë shumë ftesa, hajde dhe me hongër qërshia. Vitin e kalun pa ta hek, valla se s'ka pas qërshia heq. Sa bukur lullet në skejt asfaltit. Shefni nuk ka mendu veç për oborën e vetë. O, dhe jashtë oborrit. Është një lagje interesante, por nuk e di se si quhet, si e mbon emrin kjo lagje. I paten që shkembre, se di kemi harru. Që qërshia, ja, të verdha, halo. Po si me i taku banorët, ku me i gjitë, ku janë. Tash njerëzit kanë i mrena me hongër darken. Valla dhe vetë ju mund të qëtash. Edhe pse na kanë lutë të aja familja, por që, po duken kështë shtëpit. E shefni muret janë të vjetra, pra dikur të ndërtuara me balë para shumë vite, por se a paraqet rrezik kjo, për këmbësorët si puna jem, por edhe për makinat normalisht. Në secilin fshat e kemi kështë nga një pamje me ndërtimet e vjetra.
Ja, që një javë po më duket ja kom fillu këtij fshati, nuk ka punë më kry. Çdo pak e kemi zonën si ma të rrezikshme, ashtu po më duket, a? Ma e mëqme, wawik! Si mos me qenë kjo pjesë në Begrad, a? A, kështu po më duket. Është një dallim bukur i madh prej atje ku ishëm. Ja pra, familje që dikur kanë jetu, tashmë nuk janë, dhe shtëpit i kanë lënë, po ashtu, si që kanë qenë dikur, e kjo pjesa po më pëlqen. Pra logja ma holla sa në vetë. Sa emri, sa birmi leti. Ose merrni nga zemra, së në bëj hajgore. E tash jemi fare në fund saj përket fshatit Begrad, në fakt nuk e dija se ku ndodhemi, por gjithsesi pamja e bukur flet vet. Shifeni se sa pamje të bukur që ka fshati. Tash po kaloj mendin këtë pjesën kështu, me që i kam pyet banorët në mënyrë që me konë sa ma korrekte me juve, se ku është fiks fundi i fshatit, më kanë thonë te fabrika, e cila po prodhon të profili hekurja. Bukur. Nuk e pas kam haru, një fokus fabrikës, po ja bëjmë kështë i qik reklam pa pare, me që është në kuadrë të emisionit. Edhe me që këtu mbaron fshati. Unë po e kaloj rrugën, derisa andi kujdeset për pamjet, është rruga Qurupaj. Çfarë emri, Qurupaj. Emra interesant. Edhe një mekanik pas ka kamion që bortin pishat e ronda zolle kësi sene. Okej, mire dita. Miqtë e mi, kjo ishte fshati Begrad, këta ishin banorët, kjo ishte mënyra jetesës në këtë fshat. Faleminderit gjithsesi gjithë atyre që na i kanë hap dyert sot. Faleminderit edhe juve që qëndroni çdo herë besnik ndaj neve. Na shkruani poshtë cilin fshat të radhës e doni me pas. Takohemi episodin që vjen. Deri atëherë, mirë mbetçi!